Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shqipëria blen armatim pajiset me sistemi raketor Javelin. Lajmin e bëri të ditur Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu përmes një postimi në rrjetet sociale. Vengu tha se kjo u arrit fal bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndër të tjera i theksoi se pajisja me këto sisteme forcon aftësitë mbrojtëse të forcave të armatosura, rrit ndërveprueshmërinë me NATO-n dhe sigurinë ndërkombëtare. Javelin është prodhuar nga ushtria amerikane dhe një e tillë kushton mbi $200,000 amerikan. Kontributi i opozitës shqiptare në Maqedoninë e Veriut në progresin e çështjeve shqiptare dhe të proceseve integruese euroatlantike ishte në thelb të takimit ndërmjet ministreve për Ropën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, nën kryetarin Bujar Osmani, si dhe me kryetarin e Aleancës për Shqiptarët Arben Taravare. Shqipëria, tha Spiropali, do të vijojë të mbështesë angazhimin konstruktiv të subjekteve politike shqiptare në pozitë dhe opozitë, veçanërisht në funksion të ruajtjes së stabilitetit, fqinjësisë së mirë dhe përshpejtimit të procesit integrimit të dy vendeve tona. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryetari i Alternativës Bekim Sali apelon se procesi i integrimit në Bashkimin Evropian është një ndër sfidat kryesore të vendit. Me përkrajën e miqve tanë ndërkombëtar dhe me ndikimin e presidentes, shpresoj se do t'i parafrojmë qëndrimet me Bullgarinë, deklaroi kryetari i Alternativës. Sipas tij, një Maqedoni e Veriut integruar në Bashkimin Evropian është një garanci për më shumë zhvillim dhe stabilitet në tërë Ballkanin Perëndimor. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti mblodhi kryesinë e re të partisë, ku u emëruan kryetarët e rinj të degëve. Siç njoftoi dhe Arta Bilali Zendeli pas mbledhjes në Çajir, kryetar degë u zgjodh Bujar Osmani, në Tetov u zgjodh Bajram Rexhepi, Valdet Xhaferi në Gostivar dhe Faton Pollozhani në Struk. Në Kumanov u zgjodh Ridvan Hasani. Ndërkaq në mbledhjen e kryesisë së Bashkimit Demokratik për Integrim u zgjodh dhe zëdhënësja e partisë, e cila do të jetë Arta Bilali Zendeli, ndërsa si këshilltar për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kryetarit të BDI-s u zgjodh Shemsedin Beqiri, ndërsa për drejtor të kabinetit të kryetarit u zgjodh Faton Ahmeti. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka shpallur një javë gjendje krize për shkak të problemeve rreth sigurimit të mazutit. Në njoftimin e qeverisë së Maqedonisë së Veriut theksohet se ky vendim vjen si pasojë e pamundësisë për sigurimin e mazutit, i cili është i domosdoshëm në procesin e prodhimit. Rezervat e detyrueshme të derivateve të naftës do të vijnë në dispozicion pa kompensim, ndërsa elektranat e Maqedonisë së Veriut kanë për detyrë që për shpenzimin e derivatit të naftës mazut të dorëzojë raportin pranë Ministrisë së Financave, thuhet në njoftimin e Këshillit të Ministrave. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.